Unë ju bëj thirrje të gjithë atyre familjeve që kanë bashkëdhetare, po besoj që 90% ose më shumë e familjeve tona kanë të afërm që jetojnë jashtë, qoftë vëllezër, qoftë motra, qoftë halla, qoftë tezë që kanë jashtë, le të shfrytëzojnë këtë verë si një mundësi të një rikonstruktimi të familjes, si një ribashkim, si një fillim të një projekti të madh të takimeve, të dialogjeve, të bashkëbisedimeve që ata do t'i bëjnë për projekte shumë të mëdha në të ardhmen qoftë të afërt, qoftë të largët. Për shkak se njeriu vizionar, familjet vizionare i projektojnë gjonat për më larg, për afate më të larta, për pasardhësit e tyre dhe jo vetëm të shohim brenda konturave të ngushta, mirë po të dalim jashtë këtyre konturave, le të shohim me vizionin e qartë të ardhmen, duke e jep kontributin tonë, për shkak se të ardhmen na nuk e dim, mirë po duhet i marrim shkaqet e të përgatitemi për të ardhmen që na pret.